Hapësirat e gjelbëruara në qytetin bregdetar të Vlorës janë në vëmendje të institucionit kryesor të qytetit, Bashkisë së Vlorës. Ndërmarrjet në varësi të bashkisë çdo ditë në qytet punojnë në përkujdesje të pjesëve të gjelbëruara të qytetit. Përkujdesje këto për t'i ndryshuar pamjen këtij të fundit dhe për të garantuar një pamje vizuale sa më të mirë për to, e cila sigurisht ndikon në pamjen që të ofron sot qyteti. Ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës punojnë edhe përgjatë segmenteve rrugore, kryesisht në pjesët e gjelbëruara të këtyre të fundit. Pjesë e punës së përditshme janë edhe trafik ndarëset, ku pjesa më e madhe e segmenteve rrugore në mesin e tyre kanë pjesë të gjelbëruara që kanë funksionin edhe të trafik ndarëses. Këtu jemi në segmentin rrugor Kosova, rruga e cila fillon nga aksi transballkanike, për tek ish parku i tregtisë, Universiteti i Vlorës për të përfunduar në rreth rrotullimin e skelës. Ndërmarrja e gjelbërimit ka nisur këtë të shtunë një aksion të përgjithshëm në këtë segment rrugor në përkujdesjen aty të hapësirave të gjelbëruara. Fokusi i aksionit të sotëm ka qenë pikërisht pjesa ndarëse e trafikut, ku në të ka patur një shumëllojshmëri shkuresh të mbjella si dhe palma. Punojësit e kësaj ndërmarrje janë përkujdesur në prerjen e degëve të palmave të cilat kishin mbërritur deri në një lartësi minimale nga toka, por edhe krahasitjen e bimësisë shkurore e cila gjendej aty. Ky aksion ka një rëndësi të veçantë edhe në qarkullimin rrugor, për shkak se bimësia që gjendej përgjatë segmentit rrugor, duke arritur në një gjatësi minimale nga toka, pengonte vizualitetin në këtë segment rrugor. Kujtojmë se aty çdo ditë kalojnë qytetarë nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Me bimësinë e dendur, qytetarët nuk mund të dalloheshin dot nga automjetet dhe për këtë arsye ishin kthyer në burim aksidenti. Krahas pamjes vizive që i është ndryshuar këtij segmenti rrugor, aksioni i gjelbërimit ka ndikuar edhe në lehtësimin e qarkullimit rrugor, për të shmangur aty aksidente të mundshme me pasoja të rënda për qytetarët.